Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam theke, kush më garanton atë që është mes dy fëlqive edhe atë që është mes dy kamve, i garantoj xhennetin. Zotën gjunahet e tona që këto janë. Andë kush më garanton gjuhën edhe kush më garanton nderin e tij, unë i garantoj atij xhennetin. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thotë: idha kana ahadukum sa'iman fala yarfath wala yaskhab. Nëse dikush për juve është duke agjënu, mos të fol fjalë dyta dhe mos të bërtet. Mos fjalë dyta dhe mos bërtet. E nëse dikush e shan, e ofendon, le t'i thot atij jam agjërueshëm jam. Do të mëson që shamen mos me kthime të shame, ofendimin mos me kthime ofendim, mallkimin mos me kthime mallkim, mos me përgoju, mos me bart llafe, mos me shpif, mos me utall me fen dhe fetar, që janë fatkeqësisht vepra, gjunahe të mëdha të pranishme në mesin e besimtarëve. Dhe për këtë shkak, nëse dojna me ditë a jemi fitimtar në Ramazan, duhet ta shohim se kjo gjuha jon a është gëdhend, kjo gjuha jon a është botë e lëvije. Na fatkeqësisht sharjen e kemi bë si mirdita. E kemi bë sharjen të përditshme që nuk e dim sa herë ditë shahemi. Dhe bile me deshti me bë tërbije djalin mos më usha, e ki shumë vështirë pse, po këtë familje shahen, këtë mahall shahen, a ka kush nuk shahet. Ama sharja është mëkat i madh, majnë e men. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos e shani nanën tuaj. Mos e shani nanën tuaj. E i kanë thonë sahabët, po si ka mundësi dikush me shanë nanën e vetë? Si ka mundësi dikush me shanë nanën e vetë? Po tha ja shanë nanën dikujt, e ajta shanë nanën ty. Ja shanë nanën dikujt, e ajta shanë nanën ty, e ti u bo në sebeb mu shanë nanën jote. Andaj i vjetë si kushtë ti me shanë nanën tone. Është ves i keq të na shqiptarët e shamja. Ves i keq. Duhet me luftu me vetën tonë me hekë. Po ka me thonë dikush hoqë po ketëve po shanë, tamam ti po e bën jetë mos më sha, aj tjetëri, i dyti, i pesi, ku të shkojsh po shanë, e po derdhe dhe pigojës tonë një shame. Jo. Nëse donë me qenë fitimtar i Ramazanit, mësoj e vetën mos më sha. Mësoj e vetën mos me ofendu, mos me nënshmu, mos me malku, mos me utal me njerëzit. Po të zonë njerëzit budal dhe hoqë. Ani, ma mirë me zonë ata budal, ty në punë të mira, se sa mu bo ti shejtan me ata në punë të këshia. Se që shejtani mundohet, se mundohet shejtani mi largu njerëzit nga rruga e Zotit. Me bo shok, me bo kallabëllëk, sa i vetë së mund me në gjenem. E mundohet me bo shok me veti, me pas sa ma shumë miq e jarana në gjenem vëllë i adhu billah. Andaj edhe ti si i ri, edhe pse je fmi, edhe pse je edukue, ndoshta je rrit me shamje, bëne shkollë të Ramazanit edukimin tanë, përmisimin e gjuhës tane, nëse do në me qenë fitimtar në këtë Ramazan.